Edhe skak me mburje ta shkrenohet që Kosova në rajon e ka sistemin më të mirë për kontrollin e auditorëve dhe kontabilistëve të certifikuar. Skaku ka qenë shoqat, po edhe që i ka parapri edhe ndryshimeve të kornizave ligjore në vend që Kosova me qenë një shtet, që profesionistët që i shërbejnë fushës e auditimet të kontabilitetit me kontribu edhe në institucionet publike. Pra, po nisna pak po kthena prapë të historiku për marrë të përgjigja e pyetjes tone. Pra, skaku themelu me programe që fillimisht janë certifiku, është niveli i parë, është teknik i kontabilitetit. Pastaj është niveli i dytë kontabilistit certifikuar, ku ti përgadit dhe konsiderosh që je i aftë me i përgadit pasqyrat financiare dhe me interpretu ato, me ndihmu bizneseve, dhe është auditori certifikuar që ti je i gatshëm për me ushtru profesion e auditimit, por pastaj vyn edhe eksperienca praktike që duhesh me e pas në kompani audituse për me marrë licencën nga organi që është Këshilli Kosovar për raportim financiar, me u licencu si auditor. Pra këto janë nivelet bazike deri sa të vina te roli i profesionistit apo auditorit të ligjor. Skak, përpos këtyre të definume që janë niveleve me provime dhe që i merti certifikatat, ka edhe një mori të tjera të certifikimeve që janë të nevojshme për një ekspert të fushës me qenë kompatibil me nevojat ndërkombëtare tash që po vinë. E kemi ekspert atimor që vinë edhe i kanë disa lanë të veçanta për mu certifiku si ekspert atimor, pastaj së fundi është edhe auditori brendshëm i certifikuar, që është në përputhje edhe tash me kërkesat ligjore që çdo institucion publik duhet ta ketë një auditor të brendshëm të certifikuar për me lujt rolin e auditorit të brendshëm. Dhe kjo pra tash në vitin 2019 është miratu dhe ka ardhur në fuqi ligji për raportim financiar që e përfshin edhe ndonë shumë mirë edhe sektorin e kompanive, nivelet, se çfarë kërkesa kërkohet nga kompanit me pas auditorin e certifikum që m'ja nënshkru pasqyrat financiare, pra edhe sidomos edhe auditimi cilat biznese, me çfarë niveli të qarkullimit të tyre, me numër të punëtorëve, me qarkullim të tyre, kërkohet të bëjnë ose rishikim, ose auditim të pasqyrave financiare. Domethënë është e planifikuar gjithçka, po kisha dashur me ditë ku jemi bazu për formën që kemi të ndërtuar si nga kontabiliteti, si nga auditimi, a kemi marrë diku prej jashtë, prej zakonisht ligjet nenet që krijohen nga Evropa kështu? A jemi të bazum? Po, normalisht që është bërë një kombinim i përvojave dhe praktikave më të mira ndërkombëtare. Edhe skak me mburje ta shkrenohet që Kosova në rajon e ka sistemin më të mirë për kontrollin e auditorëve dhe kontabilistëve të certifikuar, sidomos sa i përket kontabilistëve certifikuar dhe në shkrimi pasqyrave nga kontabilistët certifikuar, Kosova pri në rajon edhe është e para që ka adaptu këtë metodologji të tyre.